Përshëndetje miq, mirë se erdhët në kanalin tim. Sot kam vendosur që të ndaj disa ide për drekë ose darkë të shpejta. Do të përzijmë mirë këto erza dhe do t'i hedhim tek mishi dhe tek patatet dhe do t'i marinojmë mirë. I fus në furrë para ngrohur në 250 gradë për 20 minuta. Këtu kam një sallatë shumë të shijshme që kam përgatitur. Në sallatë do të hedhi një lugë të mesme me vegjet, vaj ulliri dhe pak uvull të bardhë. Përzijmë të gjitha mirë dhe sallatën e kemi të gatshme. Në anën tjetër do t'i pjekim specat. Dhe pas gjysore e kemi darkën të gatshme, domethënë patatet dhe mishi janë pjekur perfekt, si shihet në video. Specat i kam qeruar, i kam dhënë në copsa me pak vaj dhe me pak kryp, do të skuqi mirë për rreth 5 minuta. Tek specat hedhi 3 thelbi me hudër. Do t'i skuqi edhe për pak